Përshëndetje, mirë se erdhe në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit korrik për shenjën e Bryqapit. Java e parë e korrikut do t'jetë një javë pak e lodhshme, një javë pak stresante, një javë ku vazhdimisht do dëgjoni ankesa nga familjar, ankesa nga kolegë me të cilët punoni, ankesa nga shoqëria. Do t'ju duket sikur të gjithë njerëzit në përgjithësi në këtë javë të parë të korrikut do t'jenë ose të irrituar me nerva ose do ankohen non stop për gjëra të ndryshme, ose do të flasin në mënyrë shumë pesimiste për jetën, për situatën aktuale, për ekonominë, për gjithçka. Kaq shumë do t'jeni të stimuluar nga fjalët, nga zhurma, nga gjithçka që po ndodh rreth jush, sa shikoj një dëshirë të madhe për t'ikur, për t'u larguar, për të qenë vetëm, për të qenë në qetësinë tënde, për të shpenzuar kohë disa bryqap që kanë fëmijë, sidomos vetëm për të qenë me fëmijët, me lojrat e tyre, me gjëra të thjeshta, pra nuk keni dëshirë të qëndroni me njerëz të rritur dhe të dëgjoni të njëjtat fjalë, të dëgjoni të njëjtat problematika, të njëjtat situata. Do t'jetë shumë mirë të bëni pushim në javën e parë të korrikut nëse i keni mundësitë, të paktën disa ditë ose të shkëputeni, bëni prioritet shëndetin tuaj mendor, sepse rreth jush situata do jetë stresante. Ju vetë do përpiqeni të evitoni debatet sa më shumë që t'jetë e mundur, do përpiqeni që të ruani qetësinë, do përpiqeni që të fokusoheni të paktën ju vetë te ana pozitive, të ndihmoni që edhe njerëz të tjerë, qoftë në shoqëri, qoftë në familje, të ndihen më mirë. Por është një energji tensioni e përgjithshme, sidomos rreth datës 4 korrik, sepse Marsi, planeti i luftës, që lidhet dhe me agresivitetin, do t'jetë së bashku me Uranin, që është planeti që lidhet me rebelimin, me situatat impulsive, do t'jetë në binjak, edhe kjo sjell debate, kjo sjell tensione. Njerëzit përgjithsisht do t'jenë të irrituar gjatë kësaj jave të parë të korrikut, por e mira është që nga data 9 korrik, Afërdita, planeti i dashurisë, planeti që lidhet me të bukurën, që lidhet edhe me paran, do të futet në Virgjëresh. Dhe kjo energji të ndihmon shumë, sepse është sigurisht në shenjë toke, një lloj si ty Bryqap, dhe do të shikosh që situata të paktën në aspektin profesional do të jetë shumë e mirë në javën e dytë, sepse do të ketë shumë persona që do duan të punojnë me ty. Duke parë këtë situatën e përgjithshme ku të gjithë janë pesimiste, të gjithë janë të irrituar, njerëzit do të jenë më të predispozuar të vinë tek ty si Bryqap, sepse shohin që ti ke më shumë qetësi, ti je një person më i duruar, shohin një nivel profesionalizmi të lartë tek ty. Prandaj java e dytë e korrikut do të jetë një javë shumë e mirë për gjithçka që ka të bëjë me punën, sidomos për Bryqapët që kanë bizneset e tyre, për Bryqapët që punojnë me klientë, për Bryqapët që janë në kontakt me njerëzit në përditshmëri, do të shikoni një rritje të volumit të punës, njerëzit do të jenë mjaft të kënaqur me produktet ose shërbimet që ju ofroni, do t'ju rekomandojnë edhe tek persona të tjerë dhe si pasojë reputacioni juaj do të rritet, ju do ndiheni më mirë dhe nga ana ekonomike mund të keni më shumë para, më shumë të ardhura gjatë kësaj jave. Kjo është edhe një javë shumë e mirë për takime pune, kjo është një javë shumë e mirë për intervista, kjo është një javë shumë e mirë për gjithçka që lidhet me parat, gjithçka që lidhet me punën. Prandaj shfrytëzojeni në favorin tuaj sa më shumë që të jetë e mundur. Kurse java e tretë do të jetë një javë që do të sjellë një fokus tek
tek pjesa e anës së brendshme emocionale shpirtërore. Pse do të ndodh kjo? Do ndodh sepse kemi edhe një hënë të re, dhe kjo hënë e re është pikërisht në gafore, që është energjia e kundërt me energjinë tuaj. Kjo hënë e re në gafore është me datë 14 korik, dhe gjithmonë hëna e re sjell një cikël të ri, sjell një fillim të ri. Dhe nga ana emocionale do të ndjeni sikur nuk merrni aq sa që duhet kujdesje, aq sa që duhet vëmendje, mund të ndjeni sikur jeni ju personi që bëni për të tjerët, jepni për të tjerët, kujdeseni për të tjerët, por nuk merrni të njëjtën gjë në këmbim, po të njëjtën dashuri, po të njëjtën përkujdesje, po të njëjtat detaje që ju bëni për të tjerët, nuk i merrni në të njëjtin nivel nga persona, sidomos nga persona të familjes, sidomos nga persona që ti mendon se duhet të të vlerësojnë më shumë, ose duhet të t'japin më shumë. Bricjapët përgjithsisht kanë pak vështirësi në familjet e tyre, sidomos kush ka hënën në bricjap ose ascendente në bricjap, jeni detyruar të rriteni përpara kohe, jeni detyruar të merrni shumë përgjegjësi për familjen tuaj, jeni detyruar që vazhdimisht jeni ju personi që kujdeseni për të gjithë dhe bëni për të gjithë, dhe duke qenë se në këtë javë të tretë, nga data 14 e mëtej, kemi dhe Mërkurin e kthyer deri me datë 23 korik, dhe Mërkuri i kthyer ose në prapavi është në gafore. Kjo ju bën të jeni më të ndjeshëm, më emocional, se shikoj një lloj pakënaqësie nga ana e zemrës, e ndjenjave tuaja. Nëse jeni single, do ta ndjeni më shumë nevojën për të pasur një person në krah, nevojën për të gjetur dashurinë, nevojën që dikush të kujdeset për ju nga ana emocionale, me gjëra të vogla, ta dish që dikush është aty për ty, të do, të vlerëson. Shpesh do të ndjeni sikur po ju shfrytëzojnë disi, ose po marrin më shumë nga ju sesa po ju japin. Ndonjëherë do t'ju duket disa bricapëve edhe sikur asnjëherë s'është mjaftueshëm. Sado që të bëni për familjen tuaj, gjithmonë ato duan më shumë, kërkojnë më shumë vëmendje, më shumë t'japësh, më shumë, dhe ndonjëherë ju a marrin edhe si të mirëqen, sikur e keni për detyrë, pavarësisht se mund të ketë antar të tjerë të familjes, motra e vëllezër të tjerë, të cilët nuk bëjnë aq sa bëni ju, dhe ato gjëja më e vogël ju vlerësohet, ndërsa ju keni kontribuar shumë më tepër, keni dhënë shumë më tepër, dhe asnjëherë nuk vlerësohet aq sa duhet. Prandaj ju shoh pak të ndjeshëm, ju shoh pak emocional, melankolik në këtë javë të tretë, sidomos mbas datës 14, kur është hëna e re në gafore. Java e fundit pastaj do t'jetë një javë pak më e qetë, një javë ku ju do të vendosni që të mënjanoni sa më shumë, që t'jetë e mundur diskutimet dhe debatet. Nuk keni konkurrencë, ju jeni në korsinë tuaj, sepse i keni arritur që të krijoni për veten tuaj një status, një reputacion të tillë që nuk keni pse krahasoheni me askënd, ndjeni mirë, ndjeni të sigurt, sidomos për sa i përket punës, jeni shumë të qetë me veten tuaj, me rezultatet që keni arritur. Dhe java e fundit do të jetë një javë mjaft interesante, sepse kemi Saturnin, planetin që ju udhëheq, që kalon në prapavi, në retrograde, në dash, dhe po në këtë javë kemi edhe gjithashtu me datë 29 korik edhe hënën e plot në ujor, që është një energji, ujori udhëhiqet nga Saturni, një lloj si ju, dhe është një energji mjaft e fortë për bricjapët, sepse ju bën më indiferent, ju bën më të tërhequr, ju bën që të mendoni, të dilni nga ajo
pjesa emocionale, pesimiste e javës së tretë dhe ti mendoni gjërat më ftohtë, ti mendoni gjërat më qetë. Dhe të kuptoni që pavarësisht se çfarë mund të ketë të ndodh rreth ju, çfarë mund të ketë diskutime, çfarë mund të ketë debate, çfarë mund të kenë frikra apo pasiguri persona të tjerë, ti ke punuar mjaftueshëm për veten tënde dhe ti ke siguri, ti ke puna të vazhdon shumë mirë, biznesi të vazhdon shumë mirë, para ke, qëndrueshmëri ke një ndjesi rehatie dhe plotësimi. Edhe nëse persona të tjerë nuk e vlerësojnë aq sa duhet punën tënde, jepi kohë secilit person që në momente të caktuara ti bëj vetë zgjidhjet e veta. Saturni i kthyer thot, ok, kush nuk ka treguar disiplinë, është pikërisht e ajo energjia, mendoni pak të milingonave me xhinkallën që gjithë verës këndonte dhe pastaj erdhi dimri, nuk ishte mbledhur asgjë, dhe ndërkohë që milingonet kishin mbledhur dhe ishin rahat. E njëjta energji është me Saturnin e kthyer. Ato kolegë që kanë punuar me ju ose persona që janë në garë, në konkurrencë me ju, edhe pse ju s'keni konkurrencë, po le të themi që janë në të njëjtën fushë, në të njëjtin biznes apo në të njëjtën punë si ju, ato që nuk kanë punuar me disiplinë, me rregull, do të kenë pasoja duke filluar tani nga Saturni i kthyer, do të nxjerrë në pa nga data 26 korrik, do të nxjerrë në pa problemet e tyre, edhe ndërkohë që ti do të jesh në një fazë që merr frytet, ti mbledh frytet e punës tënde. E njëjta gjë edhe në familje, sado që ti të ndihmosh, sado që ti të kontribosh, prapë secili do të duhet të qëndroj me këmbët e veta, të punoj vetë, t'ja dalë mban vetë dhe ato mangësi do duken, do t'jenë shumë të qarta. Nga orakulli, mesazhi për ju Britsjap thot stimulation, do të ndjeni vazhdimisht të stimuluar më shumë se ç'duhet. Prandaj kemi dhe simbolikën e specave të kuq, specave djegës, sepse vazhdimisht do të keni këtë ndjesinë siç ndihesh kur ha diçka pikante, që ndjen një lloj irritimi, ndjen një lloj ngarkese të fortë emocionale, ndjen atë bezdisjen. E njëjta gjë në mënyrë figurative do të ndodh edhe me njerëzit rreth teje. Do të jenë si speca djegës, do të të bezdisin, do të të djegin, do të të irritojnë, do të të acarojnë. Duhet ta merrni sigurisht edhe në kuptimin e drejtë për drejtë, pra kujdes me ushqimin, kujdes me ushqimet pikante, kujdes me problematika që lidhen me acarimin e stomakut, sidomos, kujdes me fjalët e tepërta, me fjalët që me fjalët djegëse që mund të lënë pasoja, që mund të lënë shenjë. Mos i merrni shumë parasysh çfarë dëgjoni nga të tjerët, mos i merrni shumë afër zemrës, se ju thash të gjithë do të jenë, duke filluar nga java e parë, gjithë njerëzit do të jenë pak si të acaruar, të irrituar, gati për debat, gati për sherr, sa më pak të përfshiheni, sa më shumë të ruani qetësinë, sa më shumë të merrni kohë për veten, të relaksoheni, aq më mirë do të jetë Britsjap. Ju jeni në një situatë që pavarësisht se çfarë ndodh rreth jush, ti gjërat e tua i ke vënë në rregull për veten tënde. Mund të kesh pakënaqësi nga ana emocionale, sepse ato pakënaqësi lidhen me njerëz të tjerë, por nga ana financiare, nga puna, nga çfarë ti ke të mbledhur, të akumuluar, shikoj që ju jeni shumë rahat, shumë komod dhe nuk ju mungon asgjë. Prandaj unë ju uroj një muaj korrik sa më të mbar. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe që mos u mbisni videot e ardhshme. Dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online direkt nga linku i website-it tim në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Ju falenderoj dhe bashkë do të dëgjohemi në videot e ardhshme. Mirupafshim!